Të nderuar kryetari i trupit, gjykos zoti Smith, të nderuar gjyqtar, të nderuar të gjithë praneshëm, përshëndetje edhe juve të gjithë që na përcjellni nga galeria. Dje në Kosovë u shënua 18 vjetori pavarësisë së Republikës së Kosovës. Me 17 shkurt 2008, duke ndjerë rrahjet e zemrat e stërgjyshërve tanë, shpallën Kosovën shtetë e pavarur dhe sovrane demokratik. Dëshiroj që sot nga kjo sallë të përcjell urimet më të përzemërta të gjithë qytetarëve të Republikës së Kosovës për këtë festë madhështore. Të nderuar gjyqtar, për gati 3 vite në këtë sallë gjyqi, ju i keni dëgjuar akuzat e prokurorisë dhe argumentet e mbrojtjes. Ju i keni parë faktet, ju keni dëgjuar të vërtetën. Është vetëm një e vërtet që akuzat nuk qëndrojnë. Unë jam plotësisht i pafajshëm. Por e kam thënë dhe e them sërish, me bindje të plot. Unë bashkëndjej dhe shprej keqardhje për gjitha viktimat që kam mësuar në Kosovë pa morë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Të nderuar gjyqtar, në kohën e masakrave në Qerez, në Rikoshan, Prekaz, në fillim të vitit 1998, unë isha student në Universitetin e Curiut. Unë nuk po bëja plane si ta merja kontrollin e Kosovë. Po bëja plane si të përgatitja provimet në universitet. I vetmi njeri që po bënte plane morbide, ishte Slobodan Miloševići. Plane për një gjenocid tjetër, për një gjenocid të ri në Kosovë. Prandaj, si shumë qytetarë të tjerë, kosovar, edhe unë, me heret, u detyrova të lëshoj Kosovën. Sepse regjimi Miloševićit me kishte ndjekur. Ai me kishte dënuar në mungesë, me akuzën se kisha shkelur ligjet e tij diskriminuese. Me vonë, po i njëjti regjim do të dënoj në mungesë edhe presidentin Clinton, edhe sekretarin Albright, edhe kryeministrin Blair, edhe kancelarin Schröder, edhe presidentin Chirac, edhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, zotin Solana dhe të tjerë, dënimin e mungesë. Prandaj duke i parë masakrat ndaj popullit tim, unë, si dhe shumë të tjerë, nuk mund të qëndroja indiferent. Vendosa të kthehem në Kosovë, në pranverë 1998. Ky ishte vendim krejtësisht personal i imi, i askujt tjetër. Sepse nuk mund të qëndroja anash, ndërsa familja dhe populli përballej me shfarosjen. Bëra që do të bënte secili prej jush, nëse vendi juaj, populli juaj, do të përjetonte atë që përjetoi populli im. Për këtë jam shumë krenar, dhe nuk i bie pishman asnjëherë. Të nderuar gjyqtar, prokuroria pretendon se qëllimi ishte marrja dhe ushtrimi i kontrollit e Kosovës. Kjo jo vetëm që është plotësisht e pavërtet, të absurde, po është edhe thellësisht ofenduese. Është ofendim për kujtimin e mira heronjve që dhanë jetën për liri. Është ofendim për dhjetra mira viktimat e pafajshme të vrarë gjatë masakrave. Është ofendim dhe padrejt edhe për përpjekjet e NATO-s dhe aleancës perëndimore
me të cilët unë bashkëpunova ngushtë. Të nderuar gjyqtar, me lejoni të përsëris një të vërtet përjetshme. I vetmi, amo bash i vetmi, kundërshtar i imi, i popullit të Kosovës dhe i botës demokratike, ishte Slobodan Miloševići. Është rënd ta dëgjosh këtë akuzë. Veçanërisht kur gjatë luftës, unë nuk e dija nëse do të isha gjallë prej orës në orë e prej ditës në ditë. Unë nuk isha i sigurt nëse do të shisha familjen time, gruan time e djalin e sapo lindur. E lere më të ndroja të ushtroja kontroll në Kosovë. Në Kosovën e pushtuar plotësisht për rreth 90 vite. Fakti që sa prej nesh sot jemi gjallë është krejtësisht rastësi dhe fat. Unë nuk u ktheva për të rrezikuar jetën time për kontroll dhe pushtet. U ktheva në atë dhe duke rrezikuar jetën time për liri dhe paqë. Pyetja që shtrohet sot është: morja kontrollit prej kuj? Kush? E vërtetë është se kontrolli dhe pushteti ishin plotësisht, amo plotësisht në gjithë territorin e Kosovës në duart e hekurta të Slobodan Miloševićit. As kuj tjetër. Shqiptarët nuk ushtronin pushtet, është paradoksale. Ata shtypeshin nga pushteti i Slobodan Miloševićit. Misioni ynë si popull ishte i qartë: mbijetesa, liria dhe paqja. Unë nuk isha fare iluzione. Por, shpresa e jone vetme për shpëtim ishte bota demokratike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO. Prandaj tërë fokusi im ishte ndërtimi dhe forcimi i kësaj aleance. Për këtë qëllim, unë udhtova në shumë kryeqytete për t'i bindur për kauzën tonë të drejtë në Bruksel, Londër, Berlin, Paris, Bern, Oslo, Vjen dhe vendet e tjera. Por kudo që isha në kontakte vazhdueshëm me zyrtarët e administratës amerikane. Miloševići e kishte filluar luftën e Kosovë, ndërsa ne kosovarët vetëm mbroheshim. Por luftën mund ta përfundonte vetëm NATO, askush tjetër. Dhe ashtu ndodhi. Po të mos ishte intervenimi i NATO-s, liria e Kosovës nuk do të kishte as pavarësitë e Kosovës. Prandaj pavarësia nuk ishte instrument për të marrë pushtet, por për dinjitet. Të nderuar gjyqtarë, kjo prokurori me thuri shumë lavde, e më ndau shumë tituj e grada. Por e vërtet është krejt tjetër. Unë nuk isha ai i cili transportova rezistencën nga perëndimi në Kosovë. Unë ju bashkova rezistencës në Kosovë. Nuk ishte kthimi im nga perëndimi arsye pse UÇK-ja po masivizohej. Arsyeja ishte Slobodan Miloševići. Dhe askush më bukur nuk e ka thënë se sa sekretari i shtetit Mehmet Albright. Citoj: Miloševići me sjelljet e tij ndaj popullit të Kosovës është rekrutuesi më i madh i ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
UÇK-ja nuk ishte shteti, nuk ishte ushtri e një shteti. A ishte organizim popullor që po mbroj nga një shtet agresor. Fakti që UÇK-ja nuk ishte organizuar ashtu siç pretendon prokuroria se ishte, nuk e zbe as pak rolin e saj për lirinë e Kosovës. Nuk e bën kauzën e saj për shërim me pak fisnike, e as arritjen e pavarësisë me pak historike. Fitoria e Kosovës ishte më shumë politike dhe diplomatike. Suksesi më i madh i popullit të Kosovës ishte bashkëpunimi plot dhe besimi me Perëndimin. Ata na ndihmuan pikërisht, sepse e dinin se kush ishim dhe çfarë qëllimi kishim. Unë me asnjë çmim, në asnjë rrethon, nuk do të rrezikoja këtë aleancë me asgjë në këtë botë. Sepse ashtu do të rrezikoja vetë lirinë e Kosovës, do të rrezikoja ekzistencën tonë kolektive. Synimi ynë ishte paqja, nuk ishte lufta. Kur bota demokratike vendosi të thras konferencën e paqes në Rambuje, ne ju përgjigjëm pozitivisht ftesës së tyre. Ushtria Çlirimtare e Kosovës ishte një nga 3 grupet përfaqësuese të Kosovës në këtë konferencë dhe përfaqësues të pavarur të tjerë. Megjithatë, gjatë gjithë procesit në Rambuje dhe Paris, ne punuam si delegacion i Kosovës. Pranuam marrëveshjen e paqes, edhe pse ajo nuk i plotësonte të gjitha kërkesat legjitime. Por Kosova zgjodhi paqen dhe demokracinë. Serbia zgjodhi luftën dhe gjenocidin. Për të ndihmuar bashkësinë ndërkombëtare ashtu siç na ishte kërkuar nga perëndimorët, të 3 grupet, Lidhja Demokratike e Kosovës, UÇK-ja dhe LBD-ja, u pajtuan për formimin e qeverie të përbashkët, që do të funksiononte deri në zgjedhjet e para të lira demokratike në Kosovë. Ishte marrëveshje për të bashkuar forcat dhe energjitë për një qëllim të përbashkët, lirinë e Kosovës. Sot, si mundet dikush të pretendoj se qëllimi ishte marrja e kontrollit të Kosovës, kur ne pranuam që bashkësia ndërkombëtare ta kishte fjalën kryesore në Kosovë. Pastaj, që UÇK-ja t'ia dorëzonte armet NATO-s, siç ndodhi më vonë në qershor 1999 shtator 99. Pas kapitullimit të Miloševićit, Kosova fut në administrimin e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Fakti njohur botërisht. Unë miku sqaroj që në fillim se gjithë pushteti ekzekutiv, legjislativ dhe ai gjyqësor ishte në duart e tyre. Këto ishin rrethona krejt tjera. Me pas, unë punova me unë mikun dhe me partitë e tjera politike, për të ndihmuar në zbatimin e mandatit në të mirë të popullit të Kosovës. Punova me strukturat e përbashkëta të UNMIK-ut. Të nderuar gjyqtar, gjatë tërë kësaj kohe, i vetmi pushtet që kisha unë ishte pushteti i zërit tim. Dhe të nderuar gjyqtar, siç e keni parë gjatë procesit gjyqësor, unë e përdora zërin tim për të promovuar një shoqëri shumë etnike, tolerante në vendin tim në Kosovë. Unë u bëra thirrje serbëve lokal që të qëndrojnë në shtëpitë e tyre dhe të ndërtojnë një jetë të re së bashku me ne. Edhe ata, pra serbët dhe komunitetet tjera, sikurse edhe ne, ishin viktima të Miloševićit. Nuk ishte dhe s'pak e lehtë të bëje këtë, pas tër asaj që kishte ndodhur.
por ishte gjëja me drejt dhe me e dur që mund të beja. Kur në Kosovë po hapeshin varre gjithandej për mijëra viktima, mijëra të zhdukur nuk gjindeshin, mijëra pengje shqiptare ishin marrë me vete në Serbi. Dhimbja ishte e thellë dhe kolektive. Ajo që mund të beja, ajo që po beja, mund të kishte edhe pasojë fizike, por edhe elektorale. Por Kosova ishte më e rëndësishme se sa fati im personal. Pas hyrjes së NATO-s në Kosovë dhe largimit të forcave serbe, qytetarët e Kosovës nuk po luftonin. Ata po festonin lirinë e shumë pritur. Gjatë 9 viteve të para pavarësisë, do të thotë 1999-2008, ne ishim qytetarë të OKB-s në vendin tonë. Gjatë kësaj kohe, unë i bëra thirrje popullatës të kishte durim, të ishin tolerant, të bashkuar dhe të kishin besim të partnerët ndërkombëtar. Pavarësia ishte fryt i aleancës tonë me botën demokratike. Pas pavarësisë, punova me Bashkimin Evropian, me SBA-n dhe faktorë tjerë relevant për normalizimin e raporteve me Serbinë. Të nderuar gjyqtarë, ajo me të cilën u përballëm nuk ishte vetëm periudha e luftës. Ishte një shekull shtypje dhe apartheid. Traumat kolektive shkaktuan edhe ndjenjen e fortë e zemërimit dhe hakmarrjes gjatë dhe pas luftës. Presidenti Clinton erdhi në Kosovë me njerë pas lufte dhe na tha: ne e fituam luftën, nërsa ju duhet ta fitoni paqen. Unë e mora këtë mesazh shumë seriozisht. E përdora zërin tim për të bërë thirrje për paqë, tolerancë dhe unitet. Gjatë pjesës më të madhe pas luftës, deri në shpalljen e pavarësisë, unë nuk isha në pushtet, isha jashtë pushtetit. Edhe ku era në pushtet, ku marrë me fitore elektorale. Por gjatë tërë kohës, unë respektova normat demokratike dhe rezultatet e zgjedhjeve. Dhe kurdo që partia ime ishte në pushtet, ishte gjithmonë në koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe parti tjera politike shqiptare dhe jo shqiptare. Së bashku e bëm shtetin, Kosovën shtet realitet. Por, të nderuar gjykatës, propaganda ruse dhe serbe nuk do të na falnin lehtë. Pasi dështuan ta delegjitimojnë pavarësinë e Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë këtu në Hagë, atë e mësyn Këshillit e Evropës. Ringjallën pretendimet e tmerrshme për trafikim organesh. Pretendime këto që ishin hetuar edhe më parë nga Tribunali i Hagës, nga UNMIK-u dhe EULEX-i. Dhe ishin hedhur poshtë si të pa baza. Sapo u publikua raporti Dikmartit, si kryeministri i Kosovës, atëkohë mblodha përfaqësuesit kryesor ndërkombëtar, ambasadorët e Kuintit në Kosovë dhe udhëheqësit e EULEX-it. Kërkova dhe një tjetër hetim të pavarur. Ata premtuan se do ta heqin rrehen e zezë mbi Kosovën. E vërteta është që propaganda ruse dhe serbe manipuloi Dikmartin. Ai ra viktim e fushatës së tyre. Ata e ushqyen me informacionet e rreme dhe në fund tentuan edhe ta vrisnin për të na fajsuar neve. Që
qëllimi ishte shumë i qartë, të diskreditoj projekti me suksesshëm politik dhe ushtarak ndërkombëtar në dekadat e fundit, storë e suksesit të Kosovës. Kur votuam në Parlamentin e Kosovës për themelimin e kësaj gjykate, ne besuam se ajo do t'i trajtonte akuzat në raportin e Dikmartit dhe do të vepronte në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Republikës e Kosovës. Në praktik, asnjëra tjetra nuk ndodhi. Unë jam kritikuar shumë dhe kritikuam ende në Kosovë, pse mbështetëm themelimin e kësaj gjykate. Kritikët thonë se kjo gjykatë synon kriminalizimin e luftës sonë për liri dhe idenë e pavarësisë. Këtë nuk i kam besuar në atë kohë kur e votuam, por uroj sinqerisht që koha të dëshmoj që unë kisha të drejtë e kritiket e kishin gabim. Kjo prokurori në vend që të heqë rënë e zezë Kosovës, kërkon t'ja zjetë diellin me një stuhi të zezë, të ashtu quajtën ndërmarrje e përbashkët kriminale. Shumë nga akuzat që kam dëgjuar nga kjo prokurori të nderuar gjyqtar në këtë sallë, i kam dëgjuar edhe gjatë fushatave zgjedhore në Kosovë, ama janë bashkë të njëjta. Është e vërtetë e dhimbshme që kjo prokurori përpiqet të hedhë poshtë në shmitë zyrtarët e lartë të NATO-s, Shtetit Bashkuar të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe OKB-s në këtë gjykatë. Të atyre dhe njerëzve të tyre që ishin tërkohën bashkë me ne në terren, që ishin sytë dhe veshët e perëndimit nga Kosova. Për me keq, kjo prokurori pretendon se unë pas kam qitur në lajthitje gjatë gjithë kohës së luftës. Kjo është krejt çesharake. Si duket, kjo prokurori sërisht me mbiçmon më tepër se që meritoi. Nga ana tjetër, kjo prokurori lartëson në qiell dëshmitë e fabrikuara nga epoka e regjimit të Slobodan Miloševićit. Kështu, ajo i njëron edhe vetë të vërtetën. Të nderuar gjykatës, krejt në fund. You've exceeded that. You've exceeded. Ju ka 2 minutë maksimum. dhe tha që keni kaluar kohën që ishte të caktuar. Në Rambuje, unë mbështeta kërkesën që tribunali për Jugosllavin të jetoj krimet e supozuara nga të gjitha palët, ndërsa nga përfundimi i luftës të gjitha kompetencat për hetimin e krimeve të luftës ishin në duart e ndërkombëtarëve, Tribunalit për Jugosllavin, UNMIK-u dhe ULEX-i. Unë mbështeta punën e tyre. Asnjë akuzuar në Kosovë për krime luftës nuk ishte arratisur dhe madje asnjë gjam nuk është thyer për kundërshtuar proceset ligjore gjatë 25 viteve të pas luftës. Pas shpalljes së pavarësisë, kur unë isha kryeministër i Kosovës, unë u pajtova që hetimet e pavarur për krime lufte të mbesin në duart e ULEX-it. Si presidenti i Kosovës, angazhova ekspert, eminent ndërkombëtar dhe vendor të gjitha komuniteteve për të krijuar një forum të drejtësisë tranzicionale për viktimat, Komisioni për të vërtetën dhe pajtimin. Por e vërteta është se drejtësia për viktimat nuk mund të ndërtohet duke ndjekur të pafajshmit. Pajtimi nuk mund të ndodhë me ndjekje selektive dhe një etnike. Të nderuar gjyqtar, fjali e fundit, gjatë gjithë jetës sime unë isha përkrah popullit të Kosovës, në mbrojtjet e lirisë, jetës dhe dinjitetit njerëzor. Gjithmonë duke u hequr nga idealet perëndimore të demokracisë, barazisë dhe drejtësisë. Sot, në përfundim të këtij procesi, e kam vetëm një lutje të nderuar gjyqtar për ju, që vendimi juaj të jetë në përputhshmëri me Kushtetutën e Kosovës, ligjet, provat dhe faktet. Dhe provat e paraqitura e bën shumë të qartë se akuzat nuk qëndrojnë. Prandaj, i vetmi vendim i drejtë është pafajësia e plotë. Ju falemnderoj shumë.